Nënat me lakër e shëronin dikur, do më thënë. Lakra nga mitologjia, pak nga Greqia që konsideronin të shenjtë, thuhet që vjente nga loti Zeusit. Pra, Zeusi, zoti, lëshoi një lot dhe krijoi gjethen e lakrës. Në fakt, faktikisht është e vërtetë që lakra është një antiinflamator shumë e mirë, për shkak të shumë komponenteve që mban dhe të squfurit. Por, duhet të ndryshojnë kompresat me lakër. Për shembull, nëse ne kemi bronshit, kompresat me lakër duhet të jenë të ngrohta. Për shembull, duhet ta zhysim sidomos ekstremitetet, gjethet më të jashtme të lakrës, duhet të zhysim në ujë të nxehtë dhe direkt as 1 minutë, domethënë, ti vendosim me një garzë në kraharor. Ndërsa nëse duam për artritet, sepse ndaj duhet folur dhe gjithmonë në mjekun, disa artrite nuk pranojnë të nxehta. Më shumë duhet të mjekohen me kompresa të ftohta. Në këtë rast, marrim gjethen e lakrës ashtu siç është, por do ta shtypim pak që të nxjerrë atë lëngun sulfuror që ne na duhet për të qetësuar dhimbjen. Dhe pastaj ta vendosim, 2 orë mund të mbahet, ose edhe gjatë gjithë natës në zorën kur kemi dhimbje. Për fëmijët e vegjël që kanë probleme me dhëmbët, kur kanë dhimbje të dhëmbit dhe nuk kemi se si t'i qetësojmë, që mos u japim oki, sepse mund të jenë shumë të vegjël, mund ta shtypim pak lakër dhe t'ja vendosim aty ke vendi ku nxjerr dhëmbi, si dikur që vendosim karajfil apo Ne flasim për fëmijët që ndrojnë dhëmbët, jo motakët që u dalin dhëmbët. Të vegjël, besoj se kanë dhimbje dhëmbi, po mbas moshës 3-4 vjeç që fillojnë edhe ndryshojnë dhëmbët, ato mund të kenë dhimbje të dhëmbëve, mund t'i vendosin, po dhe të rriturve, kuptohet. Pra lakra është shumë e mirë. Dhe kur zihet... Parancitjet e bardhë dhe kuqe? Jo, të gjitha lakrat janë shumë të mira, madje dhe lakra Bruxellit ajo e madhja, që ka gjethen e jeshile, jo lakra Bruxellit e vogla. Por kush nuk e përdor dot lakrën, janë personat që kanë mungesë të jodit dhe vuajnë nga tiroidja në mungesë të jodit. Për shkak të komponentit që ka lakra, bën akoma mos përthithjen e jodit nga organizmi dhe na bën përkënaqëson atë tiroiden, përkeqëson tiroiden. Sepse efekti më i mirë i lakrës është ta konsumojmë të gjallë ose të zirë shumë pak. Te këto persona pastaj duhet zirë shumë më shumë. Dhe dikush që nuk e përdor dot me shumicë ose me teprit janë personat që marrin antikoagulant, varfarin, sepse lakra ka vitamin K dhe për këtë arsye bën të kundërtën. Se përdorin dot as nga jashtë, në më shënde? Jo, nga jashtë mund ta përdorin të gjithë. Dhe lëngu i zirjes së lakrës, për ta ngrënë flasim, lëngu i zirjes së lakrës mund të përdoret shumë mirë për personat që kanë inflamacione, për shplarje, për gargar, dhe gjithashtu edhe për ekzemat ose për puçrat, ato që kanë akne. Por gratë tani, ose dikur nga gjyshet e kanë trashëguar këtë, që nuk ishin kremra në atë kohë, e shtypnin lakrën, me atë lëngun, bënin kompresa dhe vendosin në fytyrë dhe në qafë, dhe është një antirrudh shumë e mirë. Wow. Për ato që e përdorin. Tani që e dëgjova? Ka shumë avisa që e përdorin nënat ose gratë e hershme, përdorin shumë si antirrudh natyrale. Mu pëlqej sallatë, në fakt me thënë drejtë. Sallatë, turshi, është shumë e mirë, por personat që vuajnë nga guta ose nga acidi urik në gjak nuk mund ta përdorin shumë sepse ka kripra. Edhe sulfatet që ka i shkaktojnë probleme. Kështu që këto persona dhe kategori nuk mund ta përdorin shumë. Të tjerët. Por jo lule lakra. Jo, edhe lule lakra. Të gjitha lakrat e kanë squfurin, por lakra vetë është më e fuqishme. Po ne evidentojmë që ke zjerja. Ti e kupton kur zjen një lakër dhe kur një zjen një lule lakër ndryshon aroma. Lakra e ka akoma më të fortë se sa lule lakra në zjerje. Ka një aromë më të thellë lakra kur zjen. Ajo do më thënë që ajo përmban më shumë squfur dhe më shumë kimikatë të tjera. Pse prapë, do më thënë, ty të pëlqen si gatime? Në gjellë, për shembull, e bëj, po do shumë kohë të dalë ajo era nga shtëpia. Po mua pëlqen sarma, në fakt. Sarmat, të pjekura? Tash ka gatime me lakër nga më të ndryshmet. Kështu që, megjithatë të thash, të zjerë mund ta përdorin të gjithë personat, por efekti më të mirë ajo, dhe një kombinim shumë i mirë i lakrës do ishte me tumerik, po tumerik pluhur dhe piper, sepse të tre së bashku rrisin imunitetin dhe ndihmojnë tretjen. Si të i përzije në sallatë, bëjmë një sallatë, hedhim tumerik pluhur dhe piper. Piperi është shtuar kohët e fundit e të gjithë suplementet. Në sajtë të piperinës që ka, rrit efektin e të gjithë suplementeve të tjera, gati me 50% më shumë. Pra në qoftë se ne do marrim 50% të vlerave të lakrës, në qoftë se i shtojmë piper
ne marrim 100% të vlerave të lakrës. Sepse vetë piperina shton të gjithë efektin e medikamenteve. Dhe në qoftë se ne marrim, po themi, ibuprofen dhe shoqërojmë, po shtojmë kot me pak piper, ne rrisim efektin. Pra që ne në foto për demonstrim, për japim i palë duar të rrudhura dhe duar pa rrudha. Deri këtu nuk është mrekulli bërse. Temi atë që është. Është foto ilustruese. Por që gjithsesi, në fund fare, diferenca është që kur heq lakrën, mban dora e lakër, rrudhat janë po anall tjetër, unë tani që i futen njerëzit lakërmes me kokë. Po nëse bën në mënyrë të vazhdueshme mund të shkojmë rezultat. Ajo aromën e keqe lëshon kur zihet. Por në qoftë se është e freskët, ti nuk e ndjen aromën e keqe të lakrës. Unë e preferoj dhe në salat të pazihet. Shumë freskët. Me utull, vaj ulliri, pak e shtypur me krip, se do të shtypet. Patjetër që do të shtypur. Lakrën mund të përdorin gratë mbas lindjes, ne kemi thënë që dikur e përdorin për të shtuar sasinë e qumshit. Ka që një teori, mund tjetë dhe vërtet për shkak të vlerave që ka, por që ato vinë në sajtë shumë gjërave të tjera. Megjithatë, kjo duhet thënë se gjithmonë është çik problem kjo pjesa që edhe te fëmijët mbas moshës 6 muajsh kuptohet mund ta përdorin dhe lakrën, por gjithmonë të gatuar, asnjëherë të pagatuar, sepse shkakton atë fryrjen, flatulencën që themin atë stomakut dhe jep probleme ke fëmijët e vegjël që nuk do e duroni dot të pjesën e problemeve të zorrë.